Raporti midis Limi dhe Alba Pollozhanit vazhdon të jetë një nga çështjet më të ndjekura të këtij edicioni të Big Brother Kosova VIP 4. Në hyrjen e tij në shtëpi, Limi ishte prerë në qëndrimin, duke theksuar se ndarja me Albën kishte ndodhur shumë kohë përpara nisjes së spektaklit dhe se mes tyre nuk ekzistonte më asgjë. Por megjithatë, situata mes dyshes u tensionua ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Përplasjet u bën dhe më të forta pas afrimit romantik që Limi nisi me Dolçen, një zhvillim që e vuri Albën përballë një ngarkese të fortë emocionale. Kjo gjendje e çoi atë deri në pikën ku të shprehte hapur dëshirën për të larguar nga shtëpia. Në prajmin e fundit, Alba deklaroi se do të presë deri të premten për të parë nëse do të arrijë të përballojë këtë situatë dhe të marrë një vendim për qëndrimin e saj në lojë. Por mbrëmjen e djeshme, një bisedë mes saj dhe Limit ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve. Gjatë këtij komunikimi, Limi u shpreh: "Nëse fiton këtë Big Brother, edhe mund të kemi diçka bashkë." Kjo deklaratë e papritur është interpretuar nga publiku si një sinjal shprehje për Albën, duke hapur sërish dilema mbi ndjenjat e vërteta të Limit dhe qëllimet e tij brenda lojës. A është kjo një deklaratë e sinqertë, një lëvizje strategjike apo thjesht një moment emocional? Përgjigjja pritet të vijë shumë shpejt, teksa historia e tyre vazhdon të mbajë në ankth publikun.